processuale. Kush janë ekspertët që Ndëruar mjeshtër të isë, assalamu alaikum, mishtë të takohemi në emisionin 104.1. Me që jemi në prag të festës Kurban Bayramit, dhe si që dim, pra nesër është dita e Arafatit, një ditë e veçantë për gjithë muslimanët në kënd botës. Në tekst të veçantë do të flasim për këtë ditë, por pak a shumë edhe për festën e Kurban Bayramit, bashkë me hoxhën nderuar doktor Sadat Rustemin, imam në xhaminë e Veternikut në Prishtinë. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam tullah, mirë se vini. Atëherë hoxh, po dalim temë direkt. Çka është Arafati? Meqense nana tona, gjyshet tona zakonisht kanë thënë nota Bayramit duhet me agjëru, ose kanë përgatitur diçka tjetër, por tash sigurisht me kalimin e kohës ka bërë që gjërat të reja na shpjegojmë më mirë dhe më detajisht, por çka është Arafati më gjensisht? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Salavat me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E pastaj në radhë të parë po mundohna me thënie 2-3 fjalë për Arafatin. Çka është Arafati, fusha Arafatit, çka ludon fusha Arafatit, historiku, për të mos hi shumë kronologji, po ka shumë mendime të dietarëve se për çfarë është quajt Arafat. Disa prej dietarëve kanë theksuar se këtu është vend takimi i Ademit alayhis salam me Havën, për atë arsye dhe nga vend njoftimi e ka marrë dhe këtë emën. Pastaj e ka marrë këtë emën edhe për shkak se edhe vetë haxhinit takohen, pra që nga koha pejgamberit alayhis salam takohen edhe janë taku më herët edhe tek pejgamberët më herët që nga koha Ibrahimit alayhis salam. Është vend adhurimi e kështu me radhë, por e rëndësishme është që në aspektin fetar, në aspektin legjislativ shariatik, dita Arafatit është shtylla kryesore e haxhit, qysh edhe ka përmend pejgamberi sa el haxhu Arafa, haxhi është i tyre Arafati, por është dita kryesore sa i përket haxhilerëve, ku haxhit të bohen që nga koha e drekës deri në perëndim të diellit, e adhurojnë Allahun xhalla xhelaluhu, e lusin Allahun xhalla xhelaluhu, e madhërojnë Allahun xhalla xhelaluhu. Praktikisht dita Arafatit për haxhinjet është e parapar për lutje. Për atë arsye dhe këtu qëndron urtësia e shkurtimit të namazeve farze dhe bashkimit të tyre. Pra, për t'i lënë hapësirë ose për t'i hapur rrugë haxhilerëve, të cilët kanë ardhur nga anë mban bota, pra jo vetëm kohën tonë, po edhe më herët edhe do të vazhdojnë që atë periudhë kohore, disa orëshe, ta shfrytëzojnë në lutje. Prandaj dhe është fol shumë, po flas njëherë nga këndvështrimi i Arafatit për haxhilerët, pastaj flas edhe për ata që janë haxh. Pra, si ditë është konsiderohet dita më e madhe dhe më e mira e vitit, dita e Arafatit, nga se kemi në radhë parë betimet e Allahu xhalla xhelaluhu për këtë ditë. Allahu xhalla xhelaluhu në suratul Fajr, në citatet e para, betohet në 10-shin e parë të këtij muaji që jemi, muaji Dhul-Hijja, siç thot Allahu xhalla xhelaluhu, mas bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wal layalin 'ashr, pasha agimin dhe pasha 10 netet. Për 10 netet, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe të tjerët janë betuar se fjala është për 10 ditët e para të Dhul-Hijjes, që hyn këtu edhe dita e Arafatit edhe dita e parë e Kurban Bayramit. Pastaj Allahu vazhdon me betime, wa shafa wal watr, dhe betohem në çiftin dhe në tekun. Prap Ibn Abbasi dhe komentatorë të tjerë nga tabiinët kanë folë se fjala me çiftin është dita e Kurban Bayramit, sepse i bashkangjitet pra çiftit 9 ditëve paraprake, me tekun është fjala dita Arafatit. Pra, betimi i Allahu xhalla xhelaluhu në një ditë i jep madhështi dhe jep me kuptuar që është një ditë e veçantë. Pastaj kanë ardhur hadithe të shumta miradije nga ana e pejgamberit alayhis salam për vlerën e kësaj dite. Në mesin e këtyre haditheve, përgëzimeve që kanë ardhur në radhë parë ka fol pejgamberi alayhis salam si vlerë që ka kjo ditë. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka ditë që Allahu liron nga zjarri i xhehenamit më shumë se sa në ditën e Arafatit. Pra, sikur të ishte vetëm ky hadith, mendoj në këtë temë do të mjaftonte për ta kuptuar haxhilerët në radhë parë ata që në haxh, se dita e Arafatit është e veçantë, nga se Allahu xhalla xhelalu më shumti liron
nga zjarri i xhehenamit, pra në ditën e Arafatit. Edhe ky është një argument i fuqishëm dhe betimet që u përmendën më herët, që i kanë nxit shumë dietar për të thënë se këto 10 ditë që jemi tani dhe dita e Arafatit që pritet pra që të jetë nesër, janë ditët më të mira të vitit, madje edhe ditë më të mira se të Ramazanit, si ditë po flasim. Në anën tjetër kanë ardhur edhe hadithe tjera që pejgamberi sa më thotë se në këtë ditë i mëshiron Allahu xhalla xhelaluhu robët e tij, ata që në haxh, ata që kërkojnë falje tek Allahu xhalla xhelaluhu dhe nuk ndihet më i nënçmuar, më i poshtruar djalli se sa në ditën e Arafatit kur e sheh faljen që Allahu xhalla xhelaluhu u bën robëve të tij. Dhe dietarët islam kur flasin për këto argumente thonë që shpresojmë që kjo mëshirë, kjo falje, këto mirësi t'i godasin edhe ata që jenë jashtë haxhit. Praktikisht edhe ne që nuk jemi në haxh. Dhe kjo është mendimi më i saktë i dietarëve dhe shpresojmë tek Allahu xhalla xhelaluhu për shkak të vlerës së madhe të kësaj dite të na kaplojnë vlerat e kësaj dite, pra edhe neve që nuk jemi në haxh. Prandaj dhe ka ardhur pastaj nga fjalët e pejgamberit alayhisalam se çka është mirë me u lut në radhë parë ata që janë haxh. Pejgamberi alayhisalam ka thonë më së miri apo doja më e mira që në lut pejgamberët më herët dhe unë është doja la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir. Domthonjë kjo është lutja që kanë bërë pejgamberët më herët dhe që e ka parapëlqyer pejgamberi alayhisalam, pra kjo është prej dhikrit, prej lutjeve që është mirë haxhiu në haxhin këtë ditë me e përsërit. Përndryshe është koha pra e lutjeve në këtë kohë ata që në haxh, ndërsa ne të cilët nuk jemi në haxh, por dita e Arafatit është e parapëlqyer që të agjërojmë. Kanë ardhur hadithe të sakta nga pejgamberi alayhisalam ku ka thënë se shpresoj që agjërimi i ditës së Arafatit t'i fshin mëkatet e 2 viteve, vitit kaluar dhe vitit paraprak. Pra, që i bie se është një vlerë shumë e veçantë, është një mundësi shumë e veçantë që të afrohemi tek Allahu xhalla xhelalu me vepra të ndryshme, por me tekste të veçanta të agjërimit. Pra ne që nuk jemi në haxh, e agjërojmë Arafatin. Ditën e Arafatit. Gjithsesi është mirë, jo në mënyrë obligative, por ata që kanë mundësi, nuk është mirë me i ik agjërimi kësaj dite, sepse ende koha është e përshtatshme, po nuk është në pyetje koha për ata që kanë mundësi, duke marrë parasysh vlerat për që i ka këtë ditë. Është dita e faljes, është dita e mëshirës, është dita pra që thamë më shumë të Allahu liron nga zjarri i xhehenamit në këtë ditë. Besimtari kur i mendon gjitha këto, në çfarëdo mundësie, do thotë ja vlen, do thotë me sakrifiku, sepse shpërblimi është shumë i madh. Pra përmenda në fillim që prindrit tanë ndoshta nuk kanë ditë shumë, por këto në të mëdha kanë shfryzuar të jap sa do diçka sheqer, miell e kështu me radhë. Ne nëse mund ta quajmë që po di më shumë se ata, si ta shfrytëzojmë këtë ditë më konkretisht përveç lutjeve, çfarë lutje të përdorim, sepse shpesh pyetet si me lut Allahun. Ndoshta kemi shumë kërkesa, shumë nevoja, por edhe nuk dim se si ti shqiptojmë ato kërkesa që mund të kemi ne ose nuk është. Popullin ton është njoft të gjëratat e kaluara, i kanë thënë dita e Arifes. Kështu është njoft këtë ditë. Edhe domethënë është përcjell në mënyrë origjinale, në qëllimisht po e përcjelli këtë, sepse të moshuarit kështu e kanë ditë dita e Arifes, edhe i kanë dhënë një peshë të madhe. Pra dita e Arifes diçka është shumë e madhe, është një ditë shumë e madhe. Pra përveç asaj lutjes që e ceka, që tha pejgamberi sallallahu më së miri që më lut unë dhe pejgamberët më herët, është lutja që e ceka, edhe është dhikr në fakt, është përmendja e Allahut, por nuk ka ndonjë lutje specifike që është vetëm ke preferuar. Pra në ditën e Arafatit është mundësia e hapur për lutje. Për secilin, në gjuhën arabe, në gjuhën shqipe, në çfarëdo gjuhë, ne po i drejtohemi komunitetit ton, prandaj ata që dinë ndonjë lutje në gjuhën arabe, do thotë tekstuale, është më preferuar për shkak, do thotë se është një benefit më i madh i pranimit. E lutja më përmbledhëse të gjitha lutjeve në çdo kohë që është e hapur, është lutja që është edhe ajeti i Kuranit. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dietarët islam ka thonë se kjo është lutja më përmbledhëse e të gjitha lutjeve që hyjnë te çdo kërkesë. O Zot, ana të mira në jetën e kësaj bote. Këto hyjnë çdo gjë.
Dikush ka nevojë për martesë, e dikush ka nevojë për pasuri, dikush ka nevojë për shtëpi, dikush ka nevojë për shëndet, dikush ka nevojë për fëmijë, hyn këtu. Dhe ana të mira në botën tjetër. Që i bie se hyn procedurat e ditës së gjykimit, lehtëson ditën e gjykimit, dhurën e xhenetin e kështu me radhë. Pra, kjo është lutje e përgjithshme dhe përmbledhëse, por ndryshe është mirë me e specifiku lutje të vazhdueshme me kërku falje tek Allahu xhalla xhelaluhu, pra po them në një farë formë ose tjetër me hap një faqe të re, është një mundësi e re. Ramazanin e kemi pas afër, që e kemi pas mundësinë 29 ditore, do thotë edhe ditën edhe natën me u amnistu me Allahun xhalla xhelaluhu, me u pajtu me Allahun xhalla xhelaluhu. Por tani edhe kjo është një ditë, është një mundësi e artë që me hap një faqe të re me Allahun xhalla xhelaluhu, me u pendu tek Allahu xhalla xhelaluhu, me shtu istighfarin, sepse shtimi i istighfarit determinon pajtimin me Allahun dhe largimin e hidhërimit të Allahut ndaj personit, dhe pastaj lutje që ka nevojë robi, domethënë lutje të nevojave të përditshme. Përveç do thotë lutjeve, tash po shohim ka qenë përdash, po është ndoshta më madhe, më ekspozuese çështja e sadakës, çështjet e ndihmave të ndryshme që bëhen për familjet me nevojë. Sa është rëndësishme në këtë rast sadakaja apo ndihma ndaj të varfër apo njerëzve apo familjeve me nevojë? Po duke qenë se dita e Arafatit është pjesë e dhjetësit. Dhe për dhjetësin kanë ardhur argumente të veçanta, sikur që është i njohur hadithi Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, hadithi Ibn Omerit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sa ka thënë se nuk ka ditë gjatë vitit e fjala që puna e mirë është më e dashur te Allahu se sa puna e mirë që bëhet brenda këtyre 10 ditëve. Atëherë bie, pra çdo punë e mirë që bëhet brenda këtyre 10 ditëve është shumë e dashur tek Allahu xhalla xhelalu. Në këtë rast hyn pra çdo punë e mirë, leximi i Kuranit, përmendja e Allahut, vizita të afërmve, rregullimi i raporteve farefisë. Për namazë për këto nuk po flas sepse kjo është e vazhdueshme gjatë tërë vitit. Mirë, po flasim për disa punë dytësore ose vullnetare. Në këtë rast hyn edhe puna humane, pra hyn edhe sadakaja. Do thotë sidomos shpërndarja do thotë ndihmave vullnetare me që janë prag të festës së Kurban Bayramit, pra është prej punëve të dashura tek Allahu xhalla xhelalu. Prandaj është mirë me shfrytzu ata që nuk e kanë dhënë zakatin, që e kanë rruar zakatin do të për këtë ditë, është domethënë një moment shumë i veçantë që me nxjerr zakatin, sepse kanë folë dietarët islam shumë për shumë fishimin e veprave gjatë këtyre ditëve. Për shembull Hasan el-Basriu, prej tabinëve hoxhi i madh, Allahu mëshiroft, kur ka folë për vlerat agjerimit sidomos të këtyre ditëve, ka thënë një ditë agjerimi ka shpërblim 2 muajve. Ibn Serini, Katadja, Allahu mëshiroft për gjenatave po ashtu të para, kur kanë folë për veprat e mira, kanë thonë shpresojmë që një ditë agjerimit shpërblet me 1 vit gjatë këtyre ditëve, pra nëse agjerohet. E kështu me radhë, pra është mundësi e artë që edhe ndihma të shpërndahen gjithandej, edhe dhurata po ashtu edhe për fëmijë që të gëzohen pra të gjitha grup moshët. Si duhet të përgatitet një familje muslimane për të festuar festën e Kurban Bayramit? Ndoshta dikush mund të thotë çfarë është kjo pyetje, por kemi një problem që sfumi është bërë trend pra festimi i festës së Fitr apo Kurban Bayramit jashtë kufeve, në këtë rast më konkretisht në Shqipëri. Që festohet, a mba më festu në deti apo jo? Pyetja na ime është shumë e vend dhe shumë e rëndësishme, jo për shkak të audiencës, unë po them personalisht, e kam këtë breng që sa vite dhe e trajtoj me xhamat dhe e trajtoj me vëllezër dhe me të tjerë, me qytetarë, do thotë është një shqetësim jashtëzakonisht i madh, po ne në radhë parë po shkojmë si do duhej me ia dhon hakun kësaj dite. Pra, festimi i festave fetare, Fitr dhe Kurban Bayram, determinon se kemi të bëjmë me ibadet, është adhurim i veçantë. Allahu xhalla xhelal thotë dhalike wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kjo thotë është kështu për faktin se ai që i madhron simbolet e Allahut tregon për frikë respektin e zemrës. Që i bie se në radhë parë besimtarit duhet ta kuptojmë se për çka kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë për manifest përmes të cilës afrohemi te Allahu. Por është një ibadet në veti. Është fest, por është ibadet. Për atë arsye është ndaluar xherimi. Është rrepsisht ndaluar agjerimin Fitr ose në Kurban Bayram, o fjalën ditën e parë. Për çka? Sepse është fest. Pra, ne te Allahu xhalla xhelalu afrohemi në forma ndryshme. Kanjëherë afrohemi me namaz, kanjëherë afrohemi me agjerim, me zakat, me haxh, e kanjëherë afrohemi duke festu. Për atë arsye pejgamberi sa ka thonë
se ditët e teshrikut janë ditë të ushqimit dhe pijeve, dhe të dëfërimit dhe të përmendjes së Allahut. Pra, i bie se ne përmes dëfërimit, praktikisht festimi determinon, pra me madhuru Allahun, ushqim, pije, vizita njëri tjetrit e kështu me radhë, dhe du të them për hir të audiencës se vërtet festat Fitrat e Kurban Bayram, po flasim në gjenatat e kaluara, me të vërtet kanë pas një hënë jashtëzakonisht madhe në traditën tonë shqiptare, po flas ekskluzivisht për Kosovë, ku e majmë mend si të vegjël që kemi qenë, kryesisht në fshatra, me që edhe kemi jetuar në fshat, po edhe në qytete parafrasisht ka qenë njëjta situatë ku para dite për shembull janë vizitu të afërmit, axhallart, kusherit, kryesisht meshkujt, burrat e kanë vizitu njëri tjetrin. Pas dite kanë bë vizita gratë të njëra tjetra, pra pothuajse ka qenë rruga e mbushur me njerëz. Fëmijët i ke po gjithandej të gëzuar e kështu me radhë. Prandaj ky trend i ri që është tani më viteve të fundit që për Fitr ose Kurban Bayram, për dy festat me dalë me shku në Bregdet, në një formë ose tjetër i bjen që ka hup shija e festimit. Ma nuk ka vizita, jenë zbeh vizitat. Edhe po thuj që në synin e besimtarën e të full për praktikus, domthon është zbeh vlera e festës së Fitr apo Kurban Bayramit, e që kjo nuk është në rregull. Pra sepse kjo determinon që personi nuk ka gjetë hapësirë me vizitu të afërmin ose me prit të afërmin, sepse ne kemi të bëjmë me vizitu dikon edhe me prit dikon tjetër. Pastaj kemi të bëjmë me therrjen e kafshës së kurbanit, sepse zakonisht tradicionalisht dihet që në ditën e parë kryesisht familjarët janë marrë, po themi, disa orë pas faljes së Kurban Bayramit me përgatitjen e kurbanit. Prandaj dhe pasi që kanë therrë kurbanin, do thotë kanë dalë me vizitu në fshat ose në lagje. E tash jep me kuptuar që një pjesë e madhe ka lehtësim që kurbanin e paguajnë kështu nëpër institucione dhe u largu po themi si ngarkesë, por pritja musafirëve duhet të jetë pjesë e jona, sepse kemi të bëjmë me festim, e pastaj gjithsesi duhet me dalë përtej të afërmve, të miqt, të shokët, të dashamirët, e kështu me radhë, pra kjo është një trend jo i mirë, është një fenomen jo në rregull që unë e shfrytëzoj rastin prej këtij mediumit që të bëj apel që ta largojnë pra nga vëmendja e tyre dhe nga po themi praktika dhe programi e atyre që kanë programuar që ditën e festës dalin, do thotë në shtete tjera, pavarësisht se Shqipëria është vendi ynë, mirë po fjala është me dalë në Bregdet, kjo nuk është e mirë sepse i bie që te ata persona, pra kjo festë nuk është me vlerë. Pra nuk do të mbyllmi dyert e shtëpive apo banesave në Kosovë, shkojmë të festojmë për shembull në Shqipëri. A mjaftohet një urim i festës Kurban Bayramit kontrast me një mesazh në WhatsApp apo në Viber? Kjo mjafton para ato që i larg, e që s'u ka mujt me ardh. Për shembull, mërgatën tonë të nderuar dhe të respektuar që i kemi në gjitha vendet, gjithandej globit, në Evropë dhe gjithiju, ata që s'kanë mujt me ardh, pra u urojmë me një mesazh që i kemi pak më larg, për ndryshe të afërmit gjithsesi edhe i thrasë në mënyrë të drejtë për drejtë, por kjo nuk mjafton për farefis, nuk mjafton për prind, nuk mjafton për vëllezër, nuk mjafton për axhallar, djemt axhallarëve, për mishë dhe dashamir, kjo nuk mjafton. Për faktin se nëse dikush thotë që unë kam me punu, i kemi edhe 365 ditë tjera për punë, ai që thotë se nuk pe gjej vetin, i bie që ka nevojë do thot me u përmisu dhe ka nevojë më marrë me vetveten, sepse kjo është ditë feste, është ditë siç tha madhërimi, po është ditë relaksi. Sepse zakonisht festat tona vinë si rezultat pas një angazhimi shumë të madh, pas një adhurimi shumë të madh. Për shembull, Fitr Bayrami vjen pas një adhurimi një muaj që është në Ramazani. Kurban Bayrami vjen si rezultat pas kryerjes së haxhit për ata që në haxh, ndërsa për neve mas përfundimit të kryer 9 ditëve që janë me vlerë. Pra raportet apo lidhjet farefisnore ashtu kështu janë tash në një kohë në krizë, nëse mund të themi, por ka qenë Bayrami që jemi takuar 2 herë në vit. Edhe nëse këtë duke bëjmë atëherë do takohemi vetëm në rast vdekje. Po, është e vërtet, do thotë që raportet farefisnore janë krizë dhe këtë e vëren çdo kush, jo vetëm ne haxhallarët, po edhe publiku dhe xhamati, edhe gjithë vendin, sepse kemi ankesa të vazhdueshme, do thotë për zbehjen e raporteve farefisnore,
edhe pse po themi që kjo çështje ka të bëjë me rregullimin e raporteve miqësore dhe shoqërore. Pra, kryekëput kjo çështje është ekskluzive fetare, por është edhe njerëzore dhe humane. Pra, këtu duhet me punu edhe institucione tjera, por nga ky këndvështrim e kuptojmë që vërtet feja islame i ka dhënë një konotacion shumë të veçantë lidhjeve farefisnore, se mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Ka folë Allahu në Kur'an, ka folë pejgamberi alayhis salam, folin hoxhallarët vazhdimisht. Prandaj po themi kështu në mënyrë përgjithshme institucionet tona, edhe shoqëria në përgjithësi duhet të jenë mirënjohëse ndaj institucioneve fetare dhe hoxhallarëve që në vazhdimsi kanë folë dhe flasin për rregullimin e raporteve, sepse rregullimi i raporteve farefisnore dhe miqësore determinon rregullimin e shoqërisë. Prandaj ka zbehje, por gjithsesi që këto festa edhe më do duhej me fuqizu raportin farefisnor dhe miqësor, e siç thatë edhe ju, nëse kjo nuk ndodh, atëherë është vetëm dita e të panës që në ngushëllimet, por ja që ato jenë zbeh edhe më shumë se sa raportet farefisnore, sepse po shkëntut kurrë. Këtë në fund hoxh, çka po ndodh në shoqërinë muslimane shqiptare, pra po zbehet vdekja, po zbehet dasma, po zbehet bajrami, çka po kërkojmë nëse nuk po na mjaftojnë këto? Unë personalisht mendoj që ne jemi një popull, kështu në mënyrë të përgjithshme, që kopjojmë shumë. Edhe kur të kopjoj shumë, pastaj kopjon edhe pa mas, pra gjithsesi që kemi dhënë diçka me vlerë, edhe dhëmshme për me marrë diçka që nuk e din fatin e saj. Pra, ne si shoqëri kemi pas nevojë për shtetërformim. Ne si shoqëri kemi nevojë për rregullim të ekonomisë. Por në asnjë formë nuk jemi një shoqëri e lanë anash që këto është dash çdo gjë me fillu nga zero e përpjet. Jo, ne jemi shoqëri e formune. Ne kemi fe me shekuj. Ne kemi traditë, ne kemi gjuhë, ne kemi kulturë, ne kemi vlera dhe krejt që to i kanë rujt paraardhësit tonë në ditët më të vështira. I bie që nëse nuk i gëzohemi këtyre dhe nuk jemi mirënjohës për këto të mira, patjetër që na mirën. Prandaj unë mendoj si apel po e përcjelli tek audienca që pra të gëzohemi kësaj që e kemi dhe nuk kemi nevojë të kopjojmë gjëra që në fakt shumë prej këtyre po themi fenomeneve që kanë ardhur tek ne, shoqërit nga kanë ardhur këto fenomene nuk ja kanë pa hajrin dhe nuk kanë pa në fakt dobije. Për shembull, nëse dalim në Evropë, shohim që si shoqëri dhe popull janë shumë të ftoftë në raport me njëri tjetrin, në raport po flasim prind dhe fëmijë dhe anasjelltas, për të mos dalë me gjër. Vdes prindi dhe do thot ta formit i ngushëllon përmes telefonit, nuk merr pjesë as në varrim të prindit. E lërë më gjëtiju, do thot janë gjëra që nuk kemi nevojë ne me i marrë do thot këto gjëra prej të tjerëve, aq më tepër edhe ditët festive. Pra janë përzi shumë kultura? Patjetër. Patjetër, sepse ne tani më jemi një shtet i hapur, kemi do thot lëvizje andej edhe këndej të popujve të ndryshme, po ne thamë që kemi këtë problem, po çështjen e kopijimit pa e filtru mirë, pa e pa se na duhet apo nuk na duhet, kështu që edhe këtu ja vlen pra këtë apel me fuqizu që jo çdo gjë që e shohim ne duhet ta absorbojmë dhe duhet ta përvetësojmë, sepse ne kemi kulturë, thamë, ne kemi fe, ne kemi traditë, ne kemi vlerat tona që na mjaftojmë nëse i marrim këto edhe zatën, unë them vazhdimisht në saj të këtë këtyre vlerave që i kemi fetare kulturore, na ka njëft bota. Atë pse kemi nevojë me ndërgju sot kur ne e kemi shtetëformimin. Ajo që është pra e çuditshme se edhe tek çështja e veshjes kombëtare ka mbet vetëm në disa festa, edhe më askush nuk i vesh ato. Pra me atë që identifiku, madje ata që po thirrën emrin të shqiptarizmit e kombëve të kështu me radhë, ata nuk po e veshin këto. Pra është diçka që kultura të huaja kanë ndiku të kemi këto probleme të cilat nuk e dim as vet shpesh çka jemi. Por hoxh këtu po përmbyllim për sot, me shpresë do të takojmë edhe herat e tjera, të dëshirojmë jetë të gjatë, shëndet dhe njëkohësisht të presim së bashku shumë bajrame, inshallah. Zoti ju shpëlbeft. Faleminderit shumë. Të nderuar miq drejtërisë, kaq për këtë emision, takohemi nesër dhe atëherë më mbeq. Kush janë ekspertët që